Dashur miq, ju mund të mos i besoni yjeve të politikës, por ama puna ndryshon kur bëhet fjalë për yjet e galaktikës. Prandaj edhe në vijim do të ndjekim horoskopin për javën e ardhshme. Më pas do të kemi rubrikën interesante Blerim shqiptar dhe pastaj vijnë emocionet e forta të serisë së tretë të telenovelës, më të ndjekur në gjithë botën, Indiao, një historiau dashurau. Dhe mos harroni, vetëm pas pak këtu do të jetë zoti Sali Berisha. Për momentin ju lë në shoqërinë e horoskopit. Përshëndetje të nderuar teleshikues, dhe mirë se keni ardhur në rubrikën e horoskopit dhe për këtë javë. Sonde yjet kanë bërë një vëzhgim më të hollësishëm për sa i përket shenjës së dashit. Atëherë fillojmë. Dashi. Deshët janë tipa që edhe po t'i falin ta kanë futur. Janë shumë sedërli, në qoftë se doni të hiqni qafe një të shenjës së dashit, mjafton t'i thoni që ti nuk hidhesh dot nga avioni pa parashut. Edhe ai e bën, po e bën, hidhet vetëm e vetëm se është sedërlinj. Sonde të nderuar deshër dhe deshëra, kudo që jeni, në darkë duhet të jeni shumë aktiv dhe shumë sportiv, sepse do të vi burri dashnores, do t'ju kap dhe do t'ju ndjek këmba këmbës. Dy pra janë arsyet kryesore për të vrapuar shpejt. E para, që mos t'ju zër burri dashnores, dhe e dyta, vraponi sa më shpejt që t'ju shikojnë sa më pak veta teksa vraponi në qytet Lakuriq. Gjithësi shoqëria ju konsideron si një njeri të padurueshëm. Më saktë, shoku juaj i ngushtë mendon që juve jeni aq i padurueshëm. Po aq i padurueshëm, sa do të bënit edhe një prif të shante me ropë shtëpie. Dashuria. Në qoftë se një dash në një marrëdhënie intime do t'rregohet i ëmbël dhe i butë, ai patjetër është bërë tap ose ka pirë hashash. Po, më saktë, dashura juaj për juve mendon që juve jeni kokra e legenit. E ardhmja. Juve në të ardhmen tuaj do të bëheni me djalë. Do të dëshironit shumë që djalit ju ngjante juve. Të ishte bjond, me sy bojqelli. Por jo, në fakt, ai do dalë me sy kaf dhe flok të zeza, pac, tamam si shitsi i supermarketit të lagjes. Ja pra të nderuar teleshikues, kjo ishte edhe rubrika e horoskopit për këtë javë. Nga unë Lili, bye!